Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi se çdo punonjës policie apo çdo zyrtar i lartë në institucione që është përgjegjës për ndërtimet e palishme duhet i bëjë mirë llogarit para se të shkel ligjin. Ky mesazh vjen pas aksionit të zhvilluar në Sarandë nga Policia e Shtetit dhe AMP, që çoi në shkrirjen e komisariatit, pasi kupola drejtuese dyshohet se kishte lejuar ndërtimin pa leje të një beach bari, biznesi dyshuar për lidhje me krimin. Kushdo që mendon se interesat vetjake mund të heshtohen nga përmasat e një bashkie apo në kuadër një çështje lokale, e ka shumë gabim. Ky është edhe mesazhi që unë dava dje, krahas nevojës për të pasur një hetim të thellëruar mbi përgjegjësinë institucionale të gjithë kujt që ka pasur detyrën për të vepruar dhe nuk e ka bërë këtë. Por nga ana tjetër, kjo është një mesazh shumë i qartë për çdo tjetër, që llogaritë duhet t'i bëjë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. Lamallari foli edhe për projektin Smart City, që do të aplikohet fillimisht në 20 shkolla në Tiranë, e më pas do të shtrihet në të gjithë vendin. 3 komponentë kyç që do të ishin shqetësim në kuptim të zbatimit të ligjit, kanë të bëjnë pikërisht me ruajtjen e dhënave, absolutisht ato do të ruhen sipas afateve ligjore të përcaktuara në ligj. 90 ditë maksimumi do të jetë në rastet e imazheve që duhet përpunuar nga Policia e Shtetit, pra imazheve, jo gjithë filmimet. Ato që përbëjnë interes në kuptim të parandalimit apo dhe më pas kalimit të këtij afati, siç e përcakton ligji, ato duhen shkatëruar. Ndërsa për bllokimin e amnistisë penale që Lamallari inicioi kur ishte ministër drejtësie, pati një kërkesë për Parlamentin shqiptar. Unë uroj shumë që Parlamenti shqiptar ta kalojë sa më shpejt këtë draft, në mënyrë që përfitimi real tek shumë qytetarë të cilët janë si në paraburgim, në shërbim prove e tjerë, të përfitojnë nga dispozitat e draftit. Ministri foli edhe për planin e masave të ndërmarra për sezonin veror, për të siguruar jetën e turistëve vendase të huaj, si dhe për nisjen e kontrolleve të përbashkëta mes policisë shqiptare dhe Guardia di Finanza, që nga 1 maj për kultivimin e kanabisit.